Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa usalli wa usallimu ala sayyidil anbiyai wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in, wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma inna nad'uka kama amartana fastajib Allahumma kama wa'adtana. Allahumma yassir umurana waghfir dhunubana wastur uyubana. واشرح صدورنا وتول أمرنا وفك أسرنا وارحم بعثنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واستجب دعاءنا يا مجيب السائلين. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. صدق الله العظيم. تداشر vëllezër musliman, Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluh me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradi. Ne jetëm disa minut dhe marëm disa frim në nëhijen e fjalëve të Allahu Dhul Gjelal, duke shpresu në mëshiren e ti që aj frimarjet tona të cilat i hargjëm në këtë vend dhe në këtë moment me Gjennetul Firdaus, Allahu të ne kompenson. Amin. Lezër të dashur, pra Allahu Dhul Gjelal nuk lan do një gjë e cila është e dobishme përveç se na e përmendi ato. Ndoshta do njëherë na duket se shkojmë larg, megjithatë jemi afër. Pra është fjala kur Allahu Dhul Gjelal krijoi së pari melaqet, pastaj krijoi xhinnet, e si krijesë e fundit që ka inteligjencë është krijesa njeri. Allahu Dhul Gjelal melaqet i krijoi prej dritës, pra prej nurit, ndërsa xhinnet i krijoi prej zjarit, njerëzit i krijoi prej tokës. Në sipërfaqen e tokës pra kishte xhin, para se t'jenë njerëzit. Xhinnet derdhshin gjakun e njëri tjetrit, dhe nga mesi i tyre ishte vetëm një i cili bante ibadet, ishte i urtë, nuk bante punë të këqija. Ai e kishte emrin Iblis. Pra ishte prej xhinve. Iblisi kana minel xhin, pra ishte prej xhinve. Melaqet e murën Iblisin me vetë dhe e futën në radhët e tyre nga se ai adhuronte Allahun shumë. Kurse xhinët tjerë bëshin trazira, gjakderdhje, turbullira e kështu me radhë. E Allahu Dhul Gjelal pastaj porositi melaqet pasi që e krijoi Adem a.s. dhe i mësoi disa gjëra të cilat nuk i dishin as melekët, e pasi që Adem a.s. i numroi ata gjëra për të cilat Allahu e porositi, e Allahu Dhul Gjelal ju tha melaqeve, pra bini në sejdë të respektit, jo të adhurimit, pra boni sejdë respekti, nderimi Ademit, ajo adhurimi, se adhurimi i takon vetëm Allahut, kurse nderimi dhe respekti ju takon çdo kujt që meriton. Pra Adem a.s. i meritoi respekt, dhe Allahu Dhul Gjelal këtë e bëri që melaqet i bëjnë sejdë. Wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adem. Allahu Dhul Gjelal pastaj ju tha melaqve, bëni sejdë Ademit, pra bëni sejdë për Adem a.s. Fasajadu illa Iblis. Të gjithë melaqet ranë në sejdë, Iblisi jo. Edhe pse nuk ishte nga mesi melaqeve, por ishte në prezencë të melekve, dhe ati pra ju dash që të binë në sejdë, të bjenë në sejdë për Adem a.s. Allahu Dhul Gjelal thot illa Iblis, përveç Iblisit ai refuzoi. Kana minel xhinni, ai ishte prej xhinve, pra nuk ka nevojë të thuhet
se Iblisi ka qenë imam i melaqeve, Iblisi ka qenë më i dishëm se melaqet. Jo, Iblisi ka qenë nga mesi i xhinëve dhe nuk ka qenë më i dishmi, po ka qenë shumë ibadetxhi. Ka bo shumë ibadet, shumë e ka adhuru Allahu dhul xhelal. Mirë po vëllezër të dashur, adhurimi don sinqeritet. Adhurimi don një jetë të pastër për Allahun dhul xhelal, se nëse nuk është për hir të Allahut, në fund del në shesh dhe turprohet ai që ndoshta shumë ibadet ka bën. Dhe për ibadet Iblisi ka bën shumë, megjithatë në fund dështoi, në fund humbi. E Allahu dhul xhelal pastaj i bën një pyetje: o Iblis, man ma'na'aka an tasjuda lima amartuk? Tha, çka të ndali, çka të pengoj që të mos bësh sejdë? Ti mos je prej atyre melekëve të cilët nuk i ka përfshin, pra se ka pas melek pran arshit, të cilat nuk i ka përfshin urdhni Allahu dhul xhelal. Tha, ti ishe prej atyre apo ishe qibërdar, ishe mendje madh? A dini çka tha Iblisi? Që që vllai dashur, smundja e parë e punëve të këqija është kibri, pra mendje madhësia. Iblisi nuk e mohoi Allahun dhul xhelal, nuk e mohoi urdhrin e Allahut, por tha, o Zot, shifta, Rabbi, o Zot, ene khajru minhu, po unë pse ti përkulem ati kur unë jom maj mirë se aj? Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tha, ti më ke krijuar nga zjarri, ndërsa Ademin e ke krijuar nga toka. Shikjo, Iblisi në raport me Allahun është në rregull. Kështu në pamjen e parë, Iblisi është në rregull. O Zot, ti më ke kriju. Pra Iblisi e ka pranu Allahun dhul xhelal si krijues. E ka pranu, ka thënë, ti më ke kriju nga zjarri, ndërsa Ademin nga toka. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. A asjudu liman khalaqta tina? A unë t'i bëj sejdë atij që është prej toke? Pra fjala ene, unë, nuk është e pëlqyeshme në islam. Unë, dikush e ka qef thotë unë, shumë herë. Dy njerëz që e kanë përdorë fjalën unë, kanë qenë më të dështuarit. I pari ka qenë Iblisi, i dyti ka qenë Firauni. Iblisi ka thënë ene khairun minhu, unë jam më i mirë se ai. Firauni ka thënë ene rabbukumul a'la, unë jam Zoti i juaj më i larti. Pra dytë e kanë thënë qafën, edhe Firauni edhe Iblisi. Pra nuk i boni sejdë. Allahu dhul xhelal thot: "Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni?" Ju, o njerëz, a harroni? A keni guxim ta merrni për mik dhe për dashamir Iblisin dhe zurretin e tij? Wa hum lakum aduw, kurse ato për ju janë dushman, janë armiq. Bi'sa lidh-dhalimina badala. O sa ndrim i keq është i zullumqarve. Ndrimi që e kanë lënë Allahun, e kanë marrë shejtanin, i kanë lënë urdhrat e Allahut, i ndëgjën urdhrat e shejtanit. Kjo është ndrim shumë i me humbje të madhe, me humbje të rëndë. Pra vëllezër të dashur, pra do t'i themi në hijen e këtij ajeti, do t'i themi disa fjalë në raportin e njeriut me melaqet dhe me shejtanin. Shikoj, pra këtu janë këtë ajet janë përmend melaqet që e kanë dëgjuar urdhin e Allahut dhul xhelal dhe e kanë respektuar Adem alayhis salam. Pastaj është Adem alayhis salam i cili u dash të nderohet dhe është Iblisi i cili nuk desh të nderoj. Pra Iblisi është shejtani. Pse i thon pastaj shejtan? Çka është kjo? A shejtan a Iblis? A një a dy? Iblisi është ai pari i shejtanëve dhe ai u bë shejtan. Pra Iblisi që bonte shumë ibadet, që adhuronte Allahun dhe prandaj melaqet e murën me vete, e futën në tufën e tyre, e shpëtun nga xhinnet, se ato ishin që bëshin keq, vritëshin njëni qetri kështu me radhë. Melaqet duke pa ibadetin e tij e murën me vete. Pra as melaqet nuk e ditën mbrendin e tij, se ai mbrenda ishti prishur, po me sy e faqe adhuronte Allahun dhe melaqet e morën me vete. Pastaj ai dështoi dhe u zbulua, dolin mejdan kur mohoi dhe refuzoi urdhnin e Allahut dhul xhelal. E pastaj Allahu dhul xhelal tha fakhruj fa innaka rajim. Tha largohu prej kënde dhe ti je i mallkuar. Pra, pse i them shejtan? Çka do të thotë shejtan? Shejtan do të thotë i larguar prej Allahut dhul xhelal.
Iblisi mor edhe një emër tjetër, shejtan, pra i larguar për Allahu dhul xhelal. Pastaj Iblisi ka zurret pasardhësit e tij dhe atyre ju thon shejatin. Pra shejtani është armik i njeriut, se Allahu dhul xhelal thot mos gaboni ta merrni për mik, wa hum lakum aduv, kurse ato për ju janë armik. Pra shejtani mundohet ta mashtron gjithmonë njeriu. Ka marrë besë për Allahu dhul xhelal, ka thonë o Zot, pra mu jepom afat deri në ditën e Kiamet, deri në ditën e fundit, e po më afat që unë t'i mbashtroj. Allahu dhul xhelal tha, vazhdo, dhe ja dha këtë drejt që t'i mbashtron. Por Allahu dhul xhelal pastaj tha, ti nuk do t'i mbashtrosh të gjithë muslimanët, me përjashtim ata që nuk e kanë me sinqeritet, dhe ti ato që do t'i mbashtrosh, përkohësisht do t'i mbashtrosh, ato do të bëjnë istikfar, unë do t'i fali, dhe kështu do të vazhdoj lufta në mes kujt? Në mes njeriut dhe armikut të tij, pra shejtanit. Dhe çdo njeri e ka nga një shejtan me vete, që nuk e lë rahat. Dhe çdo njeri e ka nga një melek me vete, që e ruan nga të këqijet, kurse shejtani urdhëron në të keqe. Pra njeriu në përcjellin, së pari dy melek, njëri në krah të gjatë ja shkruan sevapet, tjetri në krah të majt ja shkruan gjunahet, kurse edhe një melek tjetër është i cili e mbron nga të këqijet, nga fatkeqësitë, por kur vin kaderi Allahu dhul xhelal, ndodh edhe fatkeqësia, se as melaqja nuk mund ta mbroje nga kaderi i Allahu dhul xhelal. Prandaj, çdo njeri e ka nga një shejtan. I than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, hatta anta ya rasulullah, tha edhe ti, tha edhe mu pat vu mrapa, por u dorzu. E pa se nuk mund të mundje, edhe u dorzu. Shejtani dorzohet para disa njerëzive. Shejtani dorzohet. Pra u dorzu para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u dorzu para Omerit radiallahu anhu, u dorzu para Yusuf alaihi salamit, u dorzu para shumë ashabe të pejgamberit, dhe ka gjasa të dorzohet edhe ndaj dikuj sot që e shef se nuk mund ta mundje, nuk mund ta mbashtroje, nga se mjetet e mashtrimit të tij janë të lloj-llojshme. Një prej atyre vëllezër të dashur është mjeti i pastaj. Kur një njeri don ta bën një ibadet, shejtani thot ka vakt lema von, ka njëre, edhe ti çka bën e le përmandej namazin, pastaj del një punë tjetër, ti e ke lënë përmandej, tani kur ta ndëgjosh ezanin e iqindis, të kujtohet se ke fal drekën. E di pse? Se ai të ka shti ta vanosh, ta kalon përmandej, pastaj tjetra është ja ndron emrat gjërave të këqija. Shejtani kët mjeshtrie ka, ja ndron emrin. Për shembull, si e mbashtroi Adem alayhis salamin edhe Hazreti Havën, druni ndaluar Muharram ishte haram, shejtani ja ndroi emrin, tha shajaratul khuld, ki dru është druni për hershëm, si të hash prej këtij nuk vdes kurrëherë. Shif çfarë ndrimi të emrit bani, tha kjo është shajaratul khuld. Kursa ishte shajaratul muharrama, te Allahu dhul xhelal druni ndaluar, te shejtani druni për hershëm, kush han prej tij nuk vdes. Shiqës mjeshtrinë e tij. Prandaj, ja ndron njerëzive emrat e gjërave që t'ja bëjnë të bukura, pra vëllezër të dashur. A muslimanët, a nuk merren me disa lojna, me disa të cilat i quajnë art lakuriç. Ajo gjën detaj është lakuriçsi haram. Mirë, po njerëzit nuk i thojnë lakuriçsi. Kjo është art, kjo. Kështu duhet të luhet, kjo kështu e ka rendin. Si mos jetë vajza e zbuluar, si mos jetë e lakuriçsuar, atëherë kjo dram dhe ky film nuk luhet ndryshe përveç se çështu, edhe kjo është art. Kësa i thonë pastaj art, ndërsa ajo është lakuriçsi, po lakuriçsi është realitet, kurse te shejtani është gjë e bukur, art. Po, muzika e fllihur, loja me femra së bashku, asaj i thonë demokratike, liri, na e kemi zemrën e pastër, na luajmë rolin, por ndryshe na nuk bëjmë kurfar gjunahi. Pra kjo është çelësi i shejtanit që ja ndron emrat gjërave këqija. Këtë obligim e ka pra Iblisi, këtë obligim e ka shejtani. Çka është raporti i njeriu? Pra raporti i njeriu me shejtanin është direkt armiqësi, hasëmllëk. Nuk ka këtu, shejtani është armik i insanit. Allahu dhul xhelal thot wala tattabi'u khutuwati shaytan. Mos i ndjekni hapa. Nuk thot mos shkoni me to, po mos i ndjekni hapa. Sa ai të mashtron, ai gjithmonë në punë të keqe të mundohet të afron, pra ti duhet të largohesh. Pra armiku numër 2. Pse themi numër 2? Se para shejtanit njëri ka një armik tjetër. Ai është nefsi.
Pra njeriu ka dy armiq të fortë, të cilët e përcjellin. Ai pari është nefsi i tij, epshi, i dyti është shejtani. Na kemi thonë se në Ramazan lidhet shejtani. Mirë, po kur lidhet shejtani, atëherë pse unë bëj punë të keqe? Tash nefsi më ka marrë në dorë. Pra duhet të ruhem edhe prej nefsit. Nefsi ndahet në 3 lloje. Nefsi i parë është mutmainne, nefsi, pra shpirt i pastër, i qetë, i bindur. Allahu dhul Jalal për ato thot: ja ayyatuhan nafsul mutmainne, o shpirt i pastër. Kur të vije me dal shpirti i muslimanit prej trupi, Allahu dhul Jalal thot: ja ayyatuhan nafsul mutmainne, o shpirt i pastër, kthehu Allahut tant dhe kthehu mëshirës së tij pra xhennetit. Shpirti i dytë është levdhame. Nefsi i dytë është nefsi levdhame. Nefs i cili e ban të keqen, pendohet. E ban të keqen, bën istigfar. E ban të keqen, mundohet të bëjë një punë të mirë dhe ja tërhek vërejtjen vetvetes. Pse e bane këtë? A e pa se nuk ishte mirë, a u mbushe me mend, a e pa rezultatin se ishte negativ? Pse e bane këtë punë? Këti nefsi i thënë nefsi levame. Edhe ki disi te i kalohet, është i mirë, nga se bën punë të keqe si njeri, po bën istigfar si musliman. Ndërsa i treti është e marrë të mbisu. Ai është gjithmonë e porosit në punë të keqe. Pra nefsi gjithmonë e porosit në punë të këqija, asnjëherë nuk pendohet. Pra kjo është e marrë të mbisu. Në mes të këtyre, pra, pos nefsit e marrë të mbisu, është edhe shejtani, i cili njeriun nuk e lën rahat, por gjithmonë e ngacmon. Prandaj Allahu dhul Jalal na tërhoqi vërejtjen që të kemi kujdes dhe të mbrohemi prej kurthave, hiljeve, shpifjeve të shejtanit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: shejtani është ujku i muslimanit. Shif, shejtani është ujku i muslimanit. Mundohet gjithmonë ta han muslimanin. Sikur ujku që don ta han delen, mirë po. Delja kur është pranë bariut, a më ne han ujku? Jo se ne han, se e ka çomanin ngat, e ka rojen ngat, afër. Po kur largohet dhe ndahet, atëherë e përbin. Pra njeriu duhet të jetë afër Allahut dhul Jalal. Kur është afër Allahut, shejtani s'ani ban dëm. Kur largohet prej Allahut, atëherë i ban dëm. Kur e përmend njeriu Allahun dhul Jalal, shejtani largohet, ikën larg. Prandaj, ku qëndrojnë më shumë ti shejatin? Xhinnet ku gjinden? Gjinden në ato shtëpia që nuk përmendet Allahu dhul Jalal. Në ato shtëpia që ndëgjohet pa ndërprerje muzikë, fjalë të këqija, me fotografia, ato këto vende i kanë qef. Ndërsa në atë shtëpi që lexohet Kur'an, në shtëpi që falet namaz, që përmendet Allahu dhul Jalal, shejtani nuk ka vend. Pra kur njeriu hin në shtëpitë e vet dhe thot bismillah, shejtani e merr mbrapa deri te dera. Kur ai thot bismillah, shejtani thot ndalni këtu, nuk ka vend për neve. Në këtë shtëpi nuk ka vend për neve. Po nëse nuk thot bismillah, shejtani ju thot atij në mbrapa, thot hecni se na dol konaku, e gjetëm banesën për sonte, e kalojmë natën. E pastaj kur ulet në sofër, nëse thot bismillah, antarët e familjes në sofër thonë bismillah, shejtani thot tun këtë sofër nuk ka hise për ne. Subhana, nuk ka hise për ne. Nëse nuk thot bismillah, thot urdhoni hani se na dole dhe buka. Subhanallah, kështu është me hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj shejtani largohet për atyre vendeve ku përmendet Allahu dhul Jalal. Dhe në ato vende ku thirret ezani, shejtani ikën larg. E disa ik larg derisa nuk ndihet ezani. Prandaj kur rin shejatin, kur rin e xhinaj në përvendet shkreta ku atje nuk mbrin ezani muhamedi, ku atje nuk lexohet Kur'an se s'ka njerëz, ku atje nuk përmendet Allahu dhul Jalal, që ato vende i gjejnë dhe që atje qëndrojnë pra shejtanët. Por në udhubillah mund të bëhet shtëpia e dikujt si ato shkretinat ku nuk përmendet emri Allahut, dhe ajo bëhet vend ku pushojnë e gjinaja dhe shejatin. Pra duhet të ruhet familja, duhet të ruhen njerëzit pre e gjinave, dhe sidomos me fjalën e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pra lusë Allahun të më mbron nga shejtani i mallkuar. Kjo është mburoja e cila e mbron muslimonin nga cmimet, nga vezveset, nga sulmet e gjinave. O vëllezër të dashur, raporti e gjinave me njerëzit deri diku është afër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një luftë prej luftrave e pa një djalosh i cili ishte i vetëm në familje.
Kur e pa, tha, ku e kelon familjen, me ku e kelon? Tha, s'kam unë vetëm bashkëshorten, e kam lon të shpia, ja Rasulallah. Tha, vetë e kelon? Tha, po. Tha, hecti. S'ke njeri të shpia, hec ta shko të familja yte. Edhe ki dashamir prej luftës, unë nis për në shtëpi, dhe kur mrini të dera, trokitin der, e gjeti gruën në borë, bashkëshorten e gjeti në borë. Kur e pa, tha, pse ti ke dalë në borë tash natën? Pse s'ke him renda? Dhe me kërcënim, tha, sabër, tha, se kam ik prej ode, kam ik prej dhamës, se në kryet vendit, tha, u kam bështjedh një gjarpën. Nga kjo kuptohet se shejtani e gjinaja e ndrojnë formën e tyre, dhe na ato nuk i shofim. Sytë tonë nuk janë të pregaditur për t'i pa e gjinat edhe shejtan, me përjashtim në raste të rallë, në raste jo normale. Ndërsa në rastet normale nuk mund na t'i shohim as shejatint, as e gjinat. Ato neve na shohin, na nuk i shohim. Prandaj Allahu dhul xhelal thot, yarawna huwa wa qabiluhu, hum yarawna. Ato ju shohin, shejtani dhe zyret i tyre dhe e gjinat juve ju shohin, ju nuk i shihni. Pra mund të shndrohen në xharpën, në mac, në qenë të zi, e në disa gjallësa tjera. Prandaj një xharpën në kryet dhamës u ka mbështjell dhe gruaja muslimane nuk guxon të rrijë në dhamë, u ka frigu, edhe ki kur hini e pa xharpnin në kryet dhamës, mori një gur dhe hudhi gurin që ta mshon xharpnin, gurin vetë të shkon të xharpni, ju kthi këtij në kryje, në ballë, edhe e la të vdekur. Subhanallah. Gruaja mbeti pa to. Deri tash e kish burrin ushtar, tash ti mbeti pa bashkëshort. Edhe u kri puna, u vorros njeriu. Kur erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pyeti për këtë vëlla, të cilin e përcjellin nga ushtria, edhe piti hallin. Si është? I thanë, ja Rasulullah, ai ka ndru jetë. Shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te familja dhe e pyeti, po si ke halli? Kur ndroi jetë? Unë e qova në shtëpi, tha, ja Rasulullah, mua të natë që u këthi prej ushtrije, kështu ndodhi dhe u kri puna. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nuk o dash ta sulmon me një herë, se ai ka qenë gjin, o dash të lip leje 3 herë, ti thot, në emën të Allahut lësho vendin. Si të është gjin, pa tjetër në emën të Allahut të lëshon vendin. Si nuk është gjin, atëherë është gjarpën, sulmoje. Para se ti thush 3 herë, mos e sulmo, se mund t'jese prej e gjinave. Subhanallah, pra, që kjo raporti si na mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si të gjindemi ndaj krijesave të cilat ne nuk i shohim e ato na shohin, pra jon e gjinaja dhe shejtani. Zoti na ruajt pra prej gjinave dhe prej shejtanit. Por për të ruajtur prej shejtanit, kushti i parë dhe ai final është që na të jemi të pastër në trupin ton, të jemi të pastër në banesën ton, të jemi të pastër në shpirtin ton, të kem kujdes të mos i sulmojmë e gjinat, se nëse i sulmojnë edhe ato të sulmojnë, pra ato e kanë ushqimin në mbeturinat tona që i lam, na i hudhim, ato shkojnë e hajnë. Njoni ka shku ka hudh ujtin vale ka hudh, mbi të lanat ku e kalon, edhe ati ka qenë një gjin prej të vegjelve, edhe tjerët gjinë kër e kanë marrë vesh se kje ka sulmu, e kanë sulmu edhe ato. Pra duhet të ruhemi, të mos prishim abdes në vende ku ka të mbetur atë ushqimit, të mos hudhim val, të mos i shkelim mbeturinat, sa ato jonë ushqimi i e gjinave. Pra ne i hajmë ato që i hajmë, ato që i lojmë besin për e gjinan. Pra ne pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka porosit që enët dhe ushqimet natën të mbulohen, se të mbuluara nuk i prekin e gjinaja. Si ti lom të shpaluara, atëherë ja u kemi lon ato hajnë natën, pra hajnë bashkë në pjatat tona. Subhanallah. Hanë pinë bashkë në gotat tona, nëse nuk mbulohen, në gotën tonë, në pjatën tonë, nëse hajmë pa bismillah, merë pjesë edhe shejtani. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pa një djalosh duke pi ujë me dorën e majt. I tha, o biri, o djalosh, a da kurdohesh në atë gotën tonë dhe të pi maca? Tha, jo ja Resulallah. Tha, vallahi, në gotën tënde, në bardakun tënd, bashkë me ti, on shtupi një gjales më e fliqë se maca. Tha, kush ja Resulallah? Qka është ajo? Tha, shejtani. Pra ati ku pihet me dorë të majt, pinë shejtani. Ati ku lihet pambulu, hanë shejtani. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi që derën e banjës ta mbajmë mbyllur natën, mos ta lëm çel.
se vendin e kanë aty. Prandaj kur him aty nuk duhet me ndet gjatë, nuk ban me ndet shumë gjatë, se është vendi e xhinave. Pra rrihet sa për të pastrim, sa për nevojë dhe dilet se nuk është mirë të rrim gjatë, se aty janë e xhinaja, aty nuk hin me laçet. Ku nuk rrin me laçet, rrin shejtan, rrin e xhinaja. Na porositi që derën e banjës ta mbaj mbyllur natën, mos ta lëm çel se shëtiten në poroda, na frigojnë fëmijët edhe mund të na sulmojnë. Kjo është porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë mësime të fesë o vëllezër të dashur, duhet të merren shumë seriozisht, nga se Allahu dhul xhelal i ka lënë këto raporte në mes të njerëzive, e xhinave, shejtanit e kështu me radhë. Shejtani aq është perfid sa që në shumë raste njeriu e mbashtron, po në disa raste bile ja tregon një punë të mirë që të mos e bën një tjetër më të mirë. Ta kallzon çeket, e ka pasë ti po do me bën një punë të madhe, të mirë. Ai çka bën për me të pengu nga ajo, ta tregon një tjetër bere më të vogël. Ti e ke vu menden me fitu, po që të mos fitosh shumë, ai të pengon nga ajo e madhja, të çon te një më e vogël. Ishte një rast konkret me një sahabi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili e kishte emrin Abdullah ibn Ummi Mektum. Kjo Abdullah ibn Ummi Mektumi ishte i verbët, pasi nuk shifte. Edhe një ditë u ngrit si çdo ditë që e kish zakon të shkon ta fal namazin e sabahit në xhami. Duke shku rrugës për në xhami, urzu, nuk shifke, me të mbajt me tahmin shkonte deri në xhami dhe një ditë urzu. A ditë urzu u vra, shumë rand u vra. Vazhdoi rrugën, e fali sabahin, u kthi te shtëpia. Nesret kur dol prej shtëpie, që dikush po e përshëndet edhe e merr për dorë, ki nuk shef, e merr për dorë dhe tha: "Eja se do të shkojmë së bashku në xhami ta falim sabahun." Edhe vazhdojnë rrugës, pak muhabet, mbrin te xhamia. Abdullah ibn Ummi Mektumi hin në xhami, ki rrin jashtë. Kur del prej xhamie, e ka për dorë edhe bjen te shtëpia. Nesër përsëri del në rrugë. Sahabiu i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dashti ta dije kush është ky njeri që po ja bën këtë mirë. Tha: "Dje mo nuk e pyeta, sot po të pyes, o vëlla, kush je bre ti?" Tha: "Nuk ka nevojë." Unë tha: "Du me të ndihmu, fise bilillah. S'po du me të kallëzu." Ani tha. Nesërt kur dol përsëri po i ndihmon, tha: "Sot kemë më tregu. Kush je ti që më merr për dorë prej shtëpie, më çon në xhami, prej xhamie më çon në shtëpi?" Tha: "Kemë më kallëzu." "Jo, s'po du me të tregu." Tha: "Pasi më ke ngushtu, tha po të kallëzoj." Tha: "Unë jam një prej shejtanëve." Tha: "Shejtani?" Tha: "Unë sa e di, shejtani ndalën njerëzit mos dalin në xhami. A ti mu më ndihmon të më çesh në xhami dhe më bjen prap?" Tha: "Po, a e di pse? Se para 2 ditëve, 3 ditëve ti të shku në xhami urzove dhe u vrave. Kur je vra ti duke shku në xhami, Allahu dhul xhelal ti ka fal krejt gjunahet që ke bo deri tash. E unë dhe të mbaj mos rëzohesh, se më bë më urzu edhe një herë fiton shumë sevap. Unë dhe të mbaj që mos rëzohesh, se me urzu të shku në xhami, ti fiton shumë sevap. Që mos i fitosh gjitha të sevape, ma mirë ma pak të fitosh. Të shkosh e mos rëzohesh. Se si të rëzohesh, fiton shumë. Kur ti fiton shumë, unë humbi shumë, pra nuk dua ti të fitosh shumë. O vëllezër të dashur, iblisi, shejtani është armik i joni i cili nuk do ne të fitojmë. Ai mundohet gjithmonë të na pengon. Po kur s'mund të na pengon nga puna e mirë, atëherë mundohet të na zvoglon. A di çka thot? E bone këtë punë, bravo, kjo është punë e mirë, punë e madhe, kët askush se ka bën. A më e keqja është që hiç se ka marrë vesh kur kush se e ke bën. Duhet ta di njerëzit. Duhet dallohesh, ta di njerëzit çka ke bën, të ta lirojnë vendin, të tulin krejt vendin, gjithë të punë të mira çka i ke bën. Pra mundohet shejtani me çdo kusht ta prishje punën e muslimanit. Kjo është armiku për të cilin Allahu dhul xhelal na ka garantuar në shumë ajete kuranore. Pra, melaçet janë ato të cilat kur nuk bëjnë gjuna, vetëm sevap. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Melaçet nuk e kundërshtojnë Allahun dhul xhelal, pos urdhnat e tij i çojnë në vend. Njerëzit ka prej të mirëve që bëjnë mirë dhe ka prej të këqive që bëjnë keq. Pra njerëzit janë të mirë edhe të këqij, besimtar dhe jo besimtar, besimtarët të mirë dhe besimtar gjunahkar. E gjinaja janë sikur njerëzit, bëjnë punë të mirë, janë besimtar dhe jo besimtar. Ka dhe prej gjinave mu'min dhe kafir.
Ata që janë kafir, janë kafir. Ndërsa e gjinaja mu'min edhe prej atine, minna salihun wa minna dune dhalik. Ka të mirë dhe ka të këqi prej gjinave. Ndërsa prej shejtanve nuk ka të mirë. Nuk ka shejtan i cili ban mirë, atë të prirë vetëm keq me bo. Pra sikur nuk ka e gjina që bajnë keq, si që nuk ka melaqe që bajnë gjunahe, që ashtu nuk ka shejtan që bajnë sevape. E mesi, pra mesion e gjinaja dhe njerëzit, që kanë mundësi të bëjnë mirë dhe kanë mundësi të bëjnë keq. Ata që bëjnë mirë e kanë mund shejtanin. Ata që bëjnë mirë e kanë mund shejtanin. Ata që bëjnë keq i ka mund shejtani. Pra ata të cilët janë mukhlesin, e Allahu Dhul Jalal i tha iblisit, ai mor leje, tha o Zot, a më jep leje deri në ditën e mbrame unë ti mbashtroj? Allahu Dhul Jalal ja dha këtë drejtësi, çfarë drejtësie, çfarë urtësie të Allahu Dhul Jalal. Ai e mohoi. Nuk e mohoj ekzistencën e Allahu Dhul Jalal, e refuzoj urdhnin e Allahu Dhul Jalal. O vëllezër të dashur, sa njerëz tonët ka të cilët thonë po, unë e besoj Allahin. Unë e besoj Allahun, në rregull, edhe shejtani e besoj Allahun. Shejtani e besoj Allahun, po nuk e ndëgjoj urdhnin e Allahut. Ka shumë njerëz, Allahun e besojnë, urdhnin nuk e ndëgjon. Subhanallahu, ku janë këto njerëz? Allahun e besoj, ama urdhnin e tij në vend nuk e çoj. Pse? Ana khairu minhu, unë jam më i mirë. A lejohet të polemizoj dikush me Allahun Dhul Jalal? A lejohet dikush ta kundërshton urdhnin e Allahut Dhul Jalal? Edhe nëse ai e beson, kur gjë nuk i vlen ajo. Kur gjë nuk i vlen, pse thot unë Allahin një e besoj. Ai ka kriju qej e tokë, ai më ka kriju mu, mi ka dhënë gjithë të mira, e faleminderoj. Ama sejdë sa në boj be vëlla, unë sa në shkoj të bëj sejdë. E di pse? Ai është mutekebir, ai ka kibër. Çdo njeri që nuk bën sejdë, ai ka një cilësi, një veti të keqe prej vetive, prej veseve të shejtanit. Nga se shejtanin e mbashtroi dhe e la ndelalet, e largoi prej mëshirës së Allahut Dhul Jalal kibri, mendje madhësia. Unë khairu minhu, unë jam më i mirë. Ai dikush thotë, unë bëj shumë punë të mira, prandaj unë nuk ka nevojë të shkoj në xhami. Unë bëj shumë punë të mira, unë nuk ka nevojë të falem. Subhanallah, kjo pra është një mbashtrim prej mashtrimeve të iblisit, prej mashtrimeve të shejtanit, ndërsa mutekebiri, ai që ka mendje madhësi, sadopak pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la yadkhulul janna, nuk hin në xhenet ai që ka mendje madhësi sa grimca e atomit. Dhe tha sallallahu alaihi wasallam, ato që ka mendje madhësi, që mbahet i madh para njerëzive, mbahet i madh para xhamatit, mbahet i madh para kujshive, nuk i viziton as në Ramazan, nuk i viziton as në Bajram, nuk i përshëndet me selam. Si ti japin selam qerët mirë, nëse jo vazhdon rrugën. Unë jam ai i cili duhet të më japin selam. Me lën pak më poshtë hidhrohen. Unë kam vendin kryet vendin. Subhanallah, dikush bëhet mutekebir edhe para bashkëshortes vet, para bashkësortes. E torgjon, nuk e respekton, e nënshmon, e poshtërson, duke mendu se e dikush jam unë, i cilës familje, me çfarë shkolle jam unë, çfarë pozite kam unë, sa pasuni kam unë, kush je ti, kush a familja ite, kështu. Këto janë të gjitha vese dhe vezvese të shejtanit, të iblisit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mutekebiri, ai që mban menden veten në të madh, ai mendje madhi, në ditë mahsherit, e dinin çfarë forme do dale para Allahut Dhul Jalal dhe para njerëzive, gjithaj burri i madh, gjithaj njeri që ka qenë i madh, po mendje madh ka qenë më shumë se ka qenë i madh. Se i madh është vetëm Allahu Dhul Jalal. E Allahu Dhul Jalal thot, ato të cilët e mbajnë veten poshtë dhe janë modest për hir të Allahut, Allahu do t'i ngrenë. Ndërsa ato që mbahen në të madh, Allahu do t'i mposhtë në dunjë dhe në ahiret. Po më mposhtje do të jetë për ata në ditën e mahsherit. A dini çfarë fizionomie, në çfarë syreti, në çfarë fotografie kanë me dalë mutekebirët që kanë pas një ves prej vesit të shejtanit, do dalën në formën e bubrecit. Bubrec, miza përdhesi. Njeri, po aq i vogël, në formë të njeriut, ama aq i vogël sa bubreci. Pa ka mundësi njeriu kretë të mlidhe çaq të bëhet i vogël sa bubreci? Po valla, Allahu Dhul Jalal e zvoglon dhe çaq do ta njohin njerëzit. Filani, subhanallah. Filani, kaq i vogël sa bubreci? Po valla, ai madh që është mbajt i madh sa bubreci do të shkilet në përkam ditën e mahsherit. Ta marrin në përkam një, kur ta shohin, ka da bëse shkelë një njeri, ka da bë, ai filani, po pse ve kështu i vogël? A di pse i vogël? Se në dunjë është mbajt i madh.
Ai që është mbajti i madh në dunjë, në çdo farë mënyre, në çdo farë forme, në ditë të mahsherit do të mirret në përkëmbë të njerëzive, çashtu si mirën në përkëmbë mizat në tokë. Çashtu do ta mposht Allahu dhul xhelal ato i cili nuk ju ka përkul Allahut, nuk i ka rënë sesh dhe krijuesit, duke thënë se nuk ka nevojë për mua. Ai qetri u ka mbajti i madh, nuk ka xhëruar në udhbila. Ai qetri u ka mbajti i madh, çka ka lidhje be? Kush do se në të punojë, si kanë punuar në të punojnë edhe ata. Nuk e jep zekatin, nuk ju ndihmon fukarave. E kështu me radh, pra është një ves i papëlqyeshëm te njeriu, pra ai është e kibri ku shejtani refuzoi urdhnin e Allahut dhul xhelal duke u mashtruar nga mendje madhësia, duke thënë ene khairu minhu. Pra muslimani duhet të rri lart që kësaj fjalës unë jam më i mirë se ai. Kjo ishte nisma e iblisit dhe këtu ishte dështimi, edhe pse ishte në mesin e melakjeve. Pra vëllezër të dashur, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka tërheq vërejtje dhe ka thënë ka disa njerëz punojnë punë të mira saqë mendohet se ai është për xhenet. Punon punë të mira dhe vazhdon të punon punë të mira deri kur? Derisa të vinë një plan para vdekjes. Kur të vinë para vdekjes një plan, që do të thotë me sa minutë para vdekjes, ai fillon të punon punë të këqija dhe e mbyll jetën e vet me punë të këqija dhe shkon në xhenet. Pse? Çka u bën kjo? Punon punë të mira dhe vazhdon të punon punë të mira derisa të vi para vdekjes. Kur të vi para vdekjes, kthehet e bën një punë të keqe dhe e mbyll jetën e vet me punë të këqija dhe shkon në xhenem. Ka njeri që punon punë të këqija, ndoshta e zgat ato, po nuk e lën që t'i vinë vdekja. Pendohet dhe bën istighfar dhe para se t'i vi vdekja, kthehet ka e mira dhe vdes dhe fiton dhe në xhenet shkon. Çka ka për kësaj? Subhanallah. Si mundet kështu? A e di pse? Kërejt në varet prej mrenda, prej sinceritetit. Ndoshta dikush ban punë të mira, po se ka me sinceritet, e në fund i kthehet realitetit. Pra gjithë ato punë kanë shku kot dhe në fund i kthehet realitetit. Ju e keni ndëgjuar rastin kur ishin dy vëllezër. Njëri shumë i mirë me punë të mira, ai tjetri me shumë punë të këqija. Ai me punë të mira ishte në katin e poshtëm, ai me punë të këqija në shkallë hip kenal. Bonte punë të këqija gjithë natën. Një natë prej netëve, kur erdhe momenti i fundit, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, punon punë të mira, në fund e bon një punë të keqe dhe vdes si i keq. Ai qetri punon punë të këqija, në fund pendohet, e bon një punë të mirë, vdes si i mirë dhe shkon në xhenet. Këto dy vëllezër, njëri poshtë me punë të mira, me xhamat, me namaz, me Kur'an, me zikr. Ai qetri nalt, me alkohol, me punë të këqija, me numusozllëke, me amoralitete. Një natë prej netëve, para se kur ka ardhe një plan para vdekjes, si cili shkon në vendin e vet. Subhanallah. Kiko poshtot, a nuk është bollë mo për mu? Unë bita të u fal, unë bita të lexu Kur'an, të bo zikër, veç punë të mira. Po një natë hipi ta shoh, çka bën ai vllai me ato shoh? Veç sonte një sabah. Vetëm sonte. Ai vllai vetë atje nalt tha, një mirë për mua, vllai jem atje poshtë veç ban punë të mira. Unë me këto të këqija, hajde tha shkoni sonte, i porzum ata, mishterit ata, grupën e vet tha, hajde shkoni sonte, kom vendos ta mbylli kët lokal të fliqur se jam pendu. Do shkoj poshtë mo, pitash të gjë rri me vllaun tim, do bëj ibadet dhe me shokët e tij. Edhe ai niset te poshtë, ki niset për te nalt. Në mes shkallëve zateken. Aty shkalla nuk i ban të ditë, edhe thehet shkalla bjen poshtë dhe të di vdesin. Tu di vdesin moment. Subhanallah. Ai që boni punë të mira një në këtë moment, e la, tha, shkova atje dhe shkoj atje në vend të ati. Ai atje u bo pishmon, tha shkova të vlajim, edhe tunis shkoj të vlajim, shkoj e zu vendin e vlaut vet, i ndrun vendet në fund. Në fund i ndrun vendet. Vllai dashur, ky hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shumë i trishtueshëm. Para ata që bëjnë ibadet dhe jo në rrugë të mbar, është kësa i thonë disfat, dështim, devijim pas udhëzimit. Subhanallah, u ka udhëzu, Allahun e ka adhuru, Islamin e ka respektu, për Islam ka kontribu, në fund, disfat. Çka duhet tash, ilaçi? A bën të frigem edhe unë? Po, bën të frigem edhe unë edhe ti. Zemrën me pastru, që kjo me qenë për Allah. Çdo punë me bë për hir të Allahut xhelal.
Ai që mundohet të thirrë në Islam, dhe ai që mundohet të kallëzon atë që din, ta kese për hir të Allahut. Ai që ndëgjon dhe që vjen në xhami dhe në çdo xhami që shkon, ta ketë për hir të Allahut. Ta ketë për hir të Allahut dhul xhalal, dhe nga ajo fiton se mos dhash Zoti. Nëse hin diçka tjetër këtu mrenda, në zemër, ku këtu është ajo kutia e fshefcive. Këtu është kutia e fshefcive. Këto nuk e din përveç Allahut dhul xhalal. Këtë kuti nuk mund ta çelet që tërkush, as me laçet që janë në kratë gjatë dhe në kratë majt, as ata kanë mundësi ta zbulojnë se çka ka mrenda. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha et-taqwa ha huna. Tha takvaja është këtu mrenda. Nahnu nahkum bidh-dhawahir. Na gjykojmë sipas asaj që shohim. Dhe kur të shohim një njeri që bën punë të mira, duhet të themi o Zot, ndihmoj, bënëm edhe mua ashtu dhe ruje nga fundi, ruje nga disfata në fund. Pra kutia e msheft, kutia e garantuar vetëm te Allahu dhul xhalal. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë raste thoshte ja mukallibel qulub thabbit qulubana ala dinik. O ti që i ndryshon zemra, ti ki zemrën time në dorë, mbama zemrën time të qëndruar në dinin tënd, mos lejo o Zot të ndrohet zemra ime prej asaj të mirës në të keqe. Shejtani, iblisi, ka vezveset e veta, ka format e veta, ka mënyrat e veta, me të cilat mundohet të depërtoj dhe t'ja prish ato që ka mrenda në udhubillah. T'ja prish, mirë po muslimani i cili është i pastër, mukhles, se ka mukhlis edhe mukhles. Mukhlis është njeriu i cili mundohet të jetë i sinqert, a mukhles është njeriu të cilit Allahu dhul xhalal i ka dhënë dekret se ai është prej të mirëve. Pra i ka dhënë dekret. E shejtani i tha, ti mbashtroj këtë dush, ti hec bën çka të dush, po te ato që janë të sinqert dhe për hir të Allahut të bëjnë çdo punë, te ata nuk ke vend. Se atyre duhet të fjalëshosh rrugën se nuk mund t'i mbashtrosh, siç ka ndodhur me ato që përmendëm. Pra vëllezër të dashur, njeriu i krijuar prej tokë, i ngritur lart me dinin, me imanin e tij, gjersa në disa raste njeriu afrohet me melaqe, dhe melaqet e pranojnë. Ato e pranojnë iblisin, nga ajo që u mashtruan se ai është njeri mirë, është krijesë e mirë, është prej xhinëve të mirë, dhe njeriu e afrojnë melaqet, e ndihmojnë melaqet. Ka gjasa që melaqet ta zgjojnë në sabat ta falje sabahin. Ai shef një ëndër prej të mirë që t'i del gjumi dhe të ngrihet ta fal sabahin. Ato e kanë ngrit melaqet. Po dikend e ngren shejtani që të mos bëj punë më të mirë, që të mos e bëj ato siç i ndodhi sahabiut të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në disa raste ka gjasa që njeriu i rëndom të ngrihet më lart se melaqet, ama jo se melaqet e mëdha, më lart se melaqet e rëndomta. Nga se edhe melaqet janë të larta, ato prej të mëdhave, të dalluara, dhe melaqet të rëndomta. Pra njeriu ka gjasa të mrinë në shkallën e melaqet. Ka gjasa në udhëbilat të bjen në shkallën e shejtanit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit më lart se shkalla e kujt? Se shkalla e Xhibrili. Kur shkoi në Miraj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shoqëroi Xhibrili në një vend u ndal, tha ja Rasulullah, ti vazhdo se për ty ka vend, për mua ka ndalim, për mua është ndaluar. Xhibrilit ju ka ndalu të shkon më lart, pejgamberit ju ka leju. Pra me këtë do të thotë se njeriu ka gjasa të mrin shkallën e melaqeve, ka gjasa të bjen në shkallën e shejtanit, Zoti na rujt. Por kjo arrihet vëllezër të dashur me sinqeritet, me ibadet, me zikër të Allahut dhul xhalal. Puna të fillon me bismillah, kur të mbaron me elhamdulillah, kur ta kem guhën e lirë të bëj zikër Allahut dhul xhalal, se përmendja e Allahut e largon shejtanin. Kur dëgjon ezanin, shejtani pikëllohet. Kur bjen muslimani sejdë, ai shumë dëshpërohet, edhe thot mirë për mua, unë urdhnova të bëj sejdë, refuzova. Ki urdhnu të bëj sejdë, e pranoj Allahun dhe i bëni sejdë, dhe punën më të rëndë që e ka shejtani që s'mund ta duron sejdën e muslimanit. Sejdën e muslimanit s'mund ta duron, edhe pse se ajo ishte shkaku me të cilin ai dështoi dhe Allahu dhul xhalal nga rahmeti e përjashtoi. Ne lutim Allahun dhul xhalal që Allahu të na ndihmon, Allahu të na mbron, Allahu të na shpëton nga vezveset e shejtanit. Allahu të na ndihmon, të na mbron, të na shpëton nga vezveset e nefsit ton, el emaratu bisu, e cila na urdhon në punë të këqija. Lutim Allahun dhul xhalal, punët e mira t'i bëjmë për Allah dhe Allahu të na i pranon, nga gjunahet të na largon, zemrën tonë në iman të forcon,
Ahet tona magfiret të najbon, Jannatul Firdausin nasib të najbon. E kulu kauli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.